Përshëndetje dhe juve, Lorek. Është diskutuar shumë këtyre ditëve, janë ngritur shumë pikpyetje pikërisht për çështjen e vëzhguesve, duke krahasuar me numrin e ulët të vëzhguesve që pati më zgjedhjet e nëntorit, balotazhi pra po dhe zgjedhjet lokale të tetorit. Pritet që numri të jetë krejt i vogël apo simbolik, sikurse po thuhet. Vërtet, a janë çështjet që cënojnë kredibilitetin e gjithë procesit zgjedhor? Jo, nuk cënojnë kredibilitetin e çështjeve zgjedhore apo zgjedhjeve, por natyrisht do të ishte shumë pozitive që sa më shumë monitorues të marrin pjesë në vëzhgim dhe natyrisht ata të hartojnë pastaj raportet e tyre të çështjeve që kanë bërë, domethënë gjatë procesit zgjedhor dhe si ka shku procesi zgjedhor në Kosovë, a ka pas proces të rregullt apo jo të rregullt, cilat janë dështimet e procesit teknik zgjedhor apo ka edhe pozitivitete të tjera në këto zgjedhje, pa me fjalë të tjera duhet të caktohen përkatësisht duhet të përshkruhen mangësitë përkatësitë e procesit zgjedhor të 28 dhjetorit, pra një raport i cili duhet të jetë detaj, me detajet e caktuara dhe këto detaje duhet të konfirmohen natyrisht nga tereni dhe vëzhguesit duhet të dalin paqetën e terrenit të marrin informacione, nuk është e mjaftueshme që vetëm nga mediat kosovare dhe nga situatat e tjera, domethënë të marrin informacione, pra informacionet korrekte të sakta mund të merren vetëm në qendrat e votimit, pra në gjitha qendrat e votimit në Kosovë. Kjo shumë varet natyrisht pa kanë monitorues në terren, pa kanë mbuluar një terreni me monitorues në gjithë territorin e Kosovës apo janë monitoruar vetëm disa rajone apo disa qytete në Kosovë apo disa komuna, disa qendra votimi që quajmë ne. Pra është shumë rëndësi që monitoruesit të janë pjesë aktive e procesit të monitorimit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Është natyrisht edhe në dobit e procesit të rregullt zgjedhor për Kosovën, dhe të kemi raporte sa më adekuate dhe sa më të mira me fjalë të tjera për procesin zgjedhor të organizuar në Kosovë në procesin teknik dhe çështjet e tjera se sa në respektuar rregullat teknike zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ligji për zgjedhje. Pra, këto hyn monitorimi jo vetëm i procesit zgjedhor, por hyn edhe monitorimi edhe segmenteve të tjera zgjedhore, lista votuese, qendrat e votimit dhe gjitha temat të cilat ndërlidhen me zgjedhjet. Pra këto kanë rëndësi të veçantë për gjithë monitoruesit ndërkombëtar dhe kanë rëndësi të veçantë po ashtu edhe për procesin e rregullt zgjedhor që të konfirmohen edhe nga monitoruesit ndërkombëtar për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Nuk e zbe kredibilitetin Lorek, por do të ishte më shumë pozitive që të marrin pjesë më shumë vëzhgues ndërkombëtar, edhe pse tash disa po përmenden që si Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ambasada amerikane, britaneze dhe disa komisione evropian thuhet që kanë caktuar disa vëzhgues, por do të ishte shumë pozitive që sa më shumë vëzhgues të marrin pjesë, e dini edhe natyrën teknike dhe problematikën çfarë është, për shkak se janë pesa të shumica ndërkombëtare apo organizatave ndërkombëtare mund të jenë një pjesë e madhe e tyre në pushime, më dhe natyrisht obligohen që të përgjigjen kërkesave dhe së paku të çojnë një minimum të monitoruesve në zgjedhjet kosovare. Pra unë mendoj që pa më parasysh që janë festat që të vëzhguesit ndërkombëtar duhet të dërgojnë domethënë vëzhgues të tyre pa më parasysh numerikisht sa janë, a janë 20 apo 10 apo 15. Kosova është territori i vogël dhe mund të monitorohet shumë drejt dhe saktë, nuk ka ndonjë farë vështirësie teknike apo ndonjë vështirësi tjetër që mund të pengonte domethënë monitorimin. Megjithatë ne e dimë se ka pasur më shumë vëzhgues në zgjedhjet e kaluara, në muajin shkurt, BE-ja për shembull ka pasur më shumë se 10 vëzhgues, ndërkaq që kësaj here numri është fare simbolik. Ju thuani se Kosova është territori i vogël dhe nuk është problem i madh për t'i monitoruar, megjithatë e dim që ka edhe numër të vogël të vëzhguesve vendor. Por të flasim pak për këta ndërkombëtarët që janë pak. A është mesazh për Kosovën apo është thjesht çështje teknike, sikur se e shpjeguat për shkak të faktit se janë festat e fundvitit dhe udhtojnë për pushime. Ndërkohë kemi shtetet mike që i kanë kërkuar Kosovës që të nxjerrë qeveri stabile pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, e në anën tjetër numri i vëzhguesve të këtyre zgjedhjeve është i ulët. A janë mesazhe nëse nuk e cënojnë
kredibilitetin e zgjedhjeve, sikur se thatë ju? Po, kjo është interesim i shprehën, apo varësisht që shprehën interesin e tyre. Na jemi si shtet të shumë të interesuar që të kemi sa më shumë veshkues ndërkombëtar, edhe për shkak të asajna që na duhet me marrë notë pozitive për zgjedhjeve, domethënë 28 dhjetorit në kuptimin ndërkombëtar dhe monitorues. Por në anën tjetër mendoj që ata duhet me kanë prezent në Kosovë për shumë arsye. Pa marrë parasysh janë feset, ata ishtë dashur të jenë në Kosovë, numërikisht bilis paku mirë simbolike janë ka i set ka tasmej dhe më thonë prej institucioneve relevante ndërkombëtare, përsa nga Këshilli i Evropës, nga Komisioni Evropian, o dirë dhe ASD. Unë mendoj që dirë dhe ASD natyrisht do të jenë në Kosovë dhe pa marrë parasysh sa do të jetë numri i tyre, ata do të jenë këto dhe do të monitorojnë procesin zgjedhor. Kuptohet të nuk kisha me të thonë që është një sinjal i keq apo jo i mirë nëse ata nuk vinë me monitoru, por me siguri ndoshta po mendojnë që Kosova gjithmonë ka organizuar zgjedhje të rregullta edhe në kuptimin teknik dhe organizativ dhe nuk ka nevojë me qenë më që t'ia thojë dhe këto teme që po thomone, por ata kanë në një variant, ose në gjitha variantet e kanë obligim me marrë pjesë në këto për monitorimet që duhet i bëhen në qendrave të votimit, listës votuese, procesit të angazhues të qytetarëve, rolin e komisionerëve partijatëve që duhet të vëshkohen apo duhet monitorohen në mënyrë të saktë dhe të rregullt dhe të nxjerrin raporte korrekte rreth asaj çfarë kampane këto zgjedhje pra në zgjedhjet 20 dhjetorit. Unë mendoj që nuk është dhe një sinjal që s'ka gjë interesante në Kosovë për mos marrë ata. Natyrisht që është kërkesë e tyre imediate më formu institucione, sa më parë mas zgjedhjeve 20 dhjetorit do të formojnë institucione si është Kuvendi dhe qeveria. Edhe të ketë me kanë të bisedohet në Kosovë në kuptimin legal dhe se kush flet në emër të Kosovës do të ketë institucione të saj, siç është kryeministri, natyrisht Kuvendi dhe gjitha institucionet tjera. Kjo nuk besoj që është ndonjë sinjal as pozitiv as negativ, por thjesht ata kanë arsyet e veta dhe mund të kenë edhe çështjet e tjera të cilat i mendojnë ato as duhet sa do të jetë numri i veshkuesve të tyre. Po kjo është krejt lënë në dorën e tyre, ata varen prej asaj nëse sa kanë mundësi vetë me marrë pjesë në këto në monitorime, të zgjedhjeve në përqendrat e votimit, pra do të varet shumë prej atyre. Edhe pse unë mendoj që na kemi obligim si shtet për veten tonë informu sa më parë institucionet e shtetit në pas zgjedhjeve, do ta merr një kohë, diku një muaj e gjysmë deri në 2 muaj për me i themelu dhe ma një institucione si pas rregullet kushtetues, pra na do të me vetu konform rregullave kushtetuese, edhe për mas me hub kohë, po me njëherë pas shpallës përkas e specifikimit rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhjeve duhet të shkojmë drejtpërdrejt në themelimin apo konstituimin e Kuvendit, pas zgjedhjen e 5 nënkytarëve, kryetarit të Kuvendit dhe natyrisht edhe zgjedhjes së qeverisë apo kryeministit si mandatar dhe kabinetit e tij, pra na nuk guxojnë ama me hub kohë, kemi hub shumë kohë për vetë muaj gati një vjet na ka shku dëmon të marrë këtë punë, s'kemi arritur me vada më institucione valide konform kushtetutës së vendit, e kemi lënë shtetin dhe më thonë peng të asajna mos me mujtë kërkush me folë mirë valide për ta përveç presidentes së shtetit, se ka pas validitet kushtetues dhe ligjor, pa tjerë s'kan pas kur për validiteti sepse kanë vetë dhe institucionet vakone pa kryetar Kuvendi në kohë të qartë, pa kryeministër krejt, tash po bëhet 11 muaj, 12 muaj banan për pas e shpejt në dhe shkurti po të vjen dikon 11 muaj dëmon që s'ka pas kur gjopi kësaj teme, nuk kam rri me pas qeverista me bën një qeveri dhe ma në situatë. Mendoj që është koha fundi që na të vedisohemi si shtet, të vedisohemi si qytetar, edhe të lypim përgjësi reale, objektive për gjithë këtyre njerëzve që cilët e shujnë veten politikan, merren me politikë dhe nuk arrin me bën institucione. Pra, na duhet me kuptu drejt, ose do të kemi njerëz të serioz që merren me këtë punë, mund parti politike serioze, të cilët i çasin kësaj teme në mënyrë ashtu si duhet bazuar në kushtetutë dhe ligjen e fuqi që ata flasin emër qytetarëve dhe zgjidhin problemet e tyre, përfaqësojnë shtetin jashtë, ose do të me mendu alternativa tjera, datë qytetari ka me shku bota civile, bota akademike, biznesi, do të me qetë varianta dhe zgjidhje tjera. Shpresojmë se këtë herë nuk do të ndodhë ndonjë ngërçi fort politikus, nas do të mundë me deviz më fare, sepse direkt pa ka shumë rezultati do të jetë që aty dikun i njëjtë, qytetarë partive politike, plus minus, po problemet shpresojmë të zgjidhen dhe më thonë dhe mos kemi të lashe më shumë. Tani, është edhe një çështje,
natyrisht duke u bashkuar këtij urimi që të mos kemi të lashë të kemi institucione, është një raport i IKD-s i cili u bë lajmi i fundjavës në një farë forme që tregon se 28 kandidat për deputet janë të përfshirë në raste penale në Kosovë. Çka do më thënë kjo për qytetarin që i drejtohet kutive të votimit dhe në lista janë njerëz të përfshirë në raste penale në një proces zgjedhor që vjen pas një dështimi pothuajse 1 vjeçar për formimin e institucioneve? Unë mendoj që partitë politike nuk do të kandidojnë personat e tillë që janë në ndryshime apo janë të organizuar procese gjyqësore kundrejt tyre. Ato e parashef e ligji, personat që janë dënuar më shumë se 6 muaj ditë me burg nuk do të munden me vështirë, përkatësisht nuk mund të kandidohen si për deputet dhe natyrisht që pa pas një vendim të fuqi plot të vendimeve të gjykatave nuk do të mundet me një kandidatët e cilët janë vetëm në dyshime, domthonë. Këta që i përmendet e janë në ndryshime të ndryshe gjithë si pas ligjit, po foli gjithmonë që 6 muaj ditë i dënum me qenë nuk do të mundet askush me qenë kandidat për deputet si pas ligjit për zgjedhje, ose personat e cilët janë dënuar me vendim të formës së të gjykatës për vite, domethënë pa më parasysh mbi 6 muaj. Pra unë mendoj që kjo nuk është sinjali i mirë i partive politike që qytetarët i obligojnë të votojnë për njerëzit e cilët janë të dyshim për vepra penale dhe të cilët mund t'i bëjnë dëm qytetarëve sërish, pra kjo është përgjegjësi e plotë e subjekteve politike dhe ata duhet mos sjellë konform rregulla e ligjit në fuqi dhe natyrisht organet e rendit gjithmonë do ta kryejnë punën e vetë. Pra, ne në Kosovë kemi problem shumë të madh me funksionimin e ashtu situate të prokurorisë së shtetit, i cili do të jetë sipas detyrës zyrtare ex officio që e quajnë ana, është ashtu domethënë që thotë krimi organizuar mirë më shumë korrektësi dhe më shumë domosdoshmë me pas raste të cilët janë të i kanë bërë tonë qytetarë, sepse na kemi shumë persona këto që kanë bërë dëm shumë qytetarë, mirë po prapë janë në lista zgjedhore apo janë edhe në funksione publike, pra kjo është një emet e madhe e jonja dhe është një problem shumë i madh për më integru në Bashkimin Evropian me këto situata, me këto çështje, me këto probleme. Ju dini që Shqipëria po vjen duke zvogëluar domethënë korrupsionin në mënyrë masovike, po lufton korrupsionin dhe sa në Kosovë ende as nuk ka filluar. Për shembull, njerëzit e cilët na i quajnë kriminalitetit e jopës bardha, apo njerëzit të cilët në bazë të politikës që ushtrojnë apo në bazë të interesit publik që ushtrojnë kryen krime ekonomike të llojet ndryshme nuk do të duhet të ishin në lista zgjedhore dhe po ashtu nuk duhet të jenë në organet të drejtuese të ndërmarrjeve publike ose çfarë ndërmarrje tjera të cilët kontrollohen apo mbikëqyrën nga shteti që janë me fjalë të tjera si shërbimi civil i Kosovës në ndërmarrje publike. Këtu nuk ka dashur me pas kësi persona, po foli për sektorin privat sepse është diçka tjetër, por duhet të veprojë domethënë në mënyrë adekuate prokuroria dhe mos lë problemet e kësaj natyre. Por deri tash përpoja e jonë zgjedhjet gjithmonë ka pas njerëz të cilët kanë qenë të dyshuar për vepra penale, krime ekonomike dhe kanë qenë pjesë e listave të subjekteve politike. Pra kjo është përgjegjësi e plotë se partitë politike ende vazhdojnë me bokit punë kështu dhe me lënë njerëzit të cilët kanë bërë krime ekonomike apo kanë bërë vepra tjera abuzive ose korruptive me lënë në lista dhe çka me përsërit domethënë problemet e njëjta. Unë besoj që këto gjitha monitorohen dhe gjitha vërtetojnë nga organizme ndërkombëtare, nga ambasadat e Kosovës dhe natyrisht kjo është hije e keqe për Kosovën që personat e tillë me qenë në listë edhe madje si të dyshuar, sepse i dyshuari nuk ka vendim të formës së përgjegjësore, por është i dyshuar ndërmbaret nga indicet e dyshimit që janë bazike apo thelbësore që quhen prokuroria ajo, në bazë të asaj ai thoshte pak ashtu edhe me nxjerr vendim. Por unë mendoj që na do të mendu pas çështjeve të këtë punë për ligjin për zgjedhje me ndryshu këta dhe personat e cilët mund të kenë bërë vepra penale ku prokuroria për shembull kanë nxjerrë edhe dëshmi dhe fakte të tjera që personi mund të jetë i dënueshëm me burg, nuk është dashur me qenë pjesë e listave. Pra, ndoshta është mirë me rishiku prapë ligjin për zgjedhje dhe me shqyrë çka do të po, kjo është shumë varet nga partitë politike, cilët nuk kanë interesin fare ndonjëherë për këtë punë, po i shtin qoftë në lista, dhe pse din vetë që janë në ndryshime, prapë i vendosin në lista zgjedhore, sepse mendojnë që kanë elektorat vetë ndikon dhe i voton dikush,
e kam mësu qytetarin poza pa me canet këqia, e qytetarin nuk ka që ka bon përveç e me ndëshku me votë, mësë me dojnë me votu personat e ti. Pra, personat e ti vënë me ndë që nuk duhet votua nga qytetarë, dhe këtë duhet të bëhe një lobizim shumë ma e madhe shoqërisë civile për me ngrit kampanja vetëdijësimit të qytetarë që mos me votu njerëzit e tillë të cilët janë të dyshuar për vepra të rënda penale apo vepra të cilat janë të kundërligjshme. Faleminderit shumë për kohën tuaj që ndat me ne dhe natyrisht perspektivat tuaja, zoti Burjani. Kënaqësi shumë. Faleminderit dhe juve, Lerik. Biseduam me ekspertin për çështje zgjedhore, zotin Blerim Burjani, për perspektiven e tij në lidhje me këto zgjedhje të 28 dhjetorit, që do të ketë pak sy që vinë nga Evropa. Shumë kanë ngritur alarmin për rrezik për besueshmërinë e këtyre zgjedhjeve.